Fillimisht zjarri nisi këtu. Hapësirë që shfrytëzoi nga djali i familjes Rudaj, i cili punonte si kuzhinier. Pajisjet e kuzhinës që kishte blerë për të punuar gjatë sezonit së verës, Lirim Rudajt i mbetën të pashfrytzuara nga djegja që pësoi shtëpia. Zjarri më pas përfshiu shpejt pjesë tjera të shtëpisë së familjes nga Savrova e Suharekës. Zonja e shtëpisë, Nafie Rudaj, tregon se gjithçka ndodhi pak para orës 3 të mëngjesit. Më ra një farë drite në dritare, edhe thash më zvetoj, o të dash me rashi, nuk u bo as një sekund, janë nisi po kërset, krop, sukur kur të bjen kokrez. Edhe jam quë e kom qelë dritaren teme, kur e kom qelë dritaren teme, e është një farë shupe, të kallë një qysh i shupës, si nartë, kulmi. Edhe kom dalë shpejt me pijame, kom marrë të poshtë për me pështu vetin e thmijen, me shkym zjarmin. Ajo tregon se zjarfiksit kishin problem për ta ndalur zjarrin. Zjarfiksi parë që erdhë, patuj shumë pak. Nuk mujti me arrit kur gja. I thash atina policit edhe zjarfiksit, thash o bre, vesh shpijen, thash pështënej, për shumë thash ndash, të kallën, shka u kallën, vesh shpijen. Por të erë zjarfiksi 2, 3, ata u vanun shumë, edhe nuk mujten me arrit kur gja, shpija, ka, lëm, është e kallëne. Mes lotëve, Rudaj tregon për dëmët që u shkaktuan nga kjo fatkeqësi. Unë për para i kom pas 8.500 euro të rujt mi a marrë një kërë burrit, se na kena bën deshje në 7 orë në Aranjoni edhe dashtu me marrë një kërë, po hajtë i shparitëm edhe pak, të banë ma shumë edhe të marrum, ato janë kallë. Si shkaktar kryesor për gjithë këtë incident, Rudaj e lë energjinë elektrike. Për këtë çështje, Lulzim Krasniqi nga Kec i ka thënë televizionit se së shpejti do të dalin në vendin e ngjarjes për të përpiluar një raport përfundimtar. E komandanti i njësisë së zjarfekësve tregon për vështirësitë që hasën gjatë intervenimit të tyre. Intervenimi pothuaj ka zgjatë të në ora 6:30 të mëngjesit. Vend seket që në këtë rast kemi pas 2 bombolat gasit në atë shtëpi, në atë shtëpi ndihmëse, faktikisht zjarri ka shpërthyer në shtëpi ndihmëse dhe është përhap në shtëpi banimi. Kemi hasë në 2 bombola, po për fatë të mirë që nuk kanë eksploduar, kështu që mund të them që ka qenë një fatë në fatkeqësi. Me rastin është duke u marrë edhe policia e Kosovës, së cilët kanë konfirmuar se nuk ka pasur persona të lënduar.